Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Parlamenti miratoi sot ratifikimin e aderimit të Shqipërisë si anëtare themeluese në Bordin e Paqes pas plot fuqisë dhënë nga presidenti i Republikës. Debati në kuvend u shoqërua me akuzat të opozitës për personalizimin e ftesës së bërë nga Shtëpia e Bardhë, ndërsa kryeministri Edi Rama ju përgjigj me ironi dhe mohoi çdo detyrim financiar ndaj vendit. Kryeministri e konsideroi vendosjen e Shqipërisë në Bordin e Paqes si një fitore të qartë politike dhe një sukses të punës së mazhorancës në 4 mandate. Parlamenti shqiptar miratoi sot në seancë plenare ratifikimin e aderimit të Shqipërisë si anëtare e themelimit në Bordin e Paqes, një iniciativë ndërkombëtare e Shtëpisë së Bardhë e promovuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Nisi me një debat për procedurë, por të gjitha palët në princip dhanë dakordsinë për procedurën pas plot fuqisë së dhënë nga presidenti i Republikës. Debati parlamentar u shoqërua me akuzat të opozitës demokratike, e cila akuzoi kryeministrin Edi Rama për personalizim të ftesës dhe për përdorim të ngjarjes për interesa politike. Ne qëndrojmë në çdo problem sigurie pa mdyshje në anë në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky njeri personalizon në marrëveshje, personalizon një ftesë e cila nënkupton në absolute Republikën e Shqipërisë. Kryeministri kujtoi gjithashtu rolin e mazhorancës në 4 mandate, duke paralajmëruar opozitën se do të ngrinte kartonin pa hezitim nëse do të përpiqeshin të pengonin procesin. Po, s'ka problem, rëndësi ka që do ngrini kartonin me votën tuaj, do miratoni Bordin e Paqes dhe mua si përfaqësues i Bordit Paqes në Shtëpinë e Bardhë. Sot do ngrini kartonin. Do fitojmë apo jo? Po. E fituat për zotin, bravo. Akuzave të demokratëve ju përgjigj me ironi. Ju fituat sepse e paremëruat popullin që mua do më thërrisnin në Amerikë në datën 20 janar, po ky ishte lapsus, për të paraqitur në prokurorinë federale. Dhe ju thatë shqiptarëve se ajo ishte vetëm një provë gjenerale e ushtrisë amerikane për rrëmbimin e Ramaduros nga ju zyra në kryeministri që e keni fiksim 12 vjetë dhe mblidheni si qindra Romeo dëshpëruar për një Juliet të vetme. Rama mohoi çdo pretendim për detyrime financiare ndaj Shqipërisë, për pritjen e emigrantëve palestinezë, si dhe çdo element të supozuar politik për të minuar vendimarrjen. Po ju fituat edhe për një arsye tjetër. Ju denoncuat aferën $1 miliard, që unë në fakt ja premtova sekserëve të bordit, po denoncimi juaj më detyroi të tërhiqem nga ajo pagesë dhe detyruat presidentin Trump të më pranoj pa pagesë. Ai u referua dhe situatës së nëngradës së kryetarit të Partisë Demokratike dhe lobimit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju do i dali fjala që nëngrada do hiqet në mars të 2025. Dhe pavarësisht se është 2026, juve vazhdoni fort se në mars 2025 do ta hiqni. Si stacion të fundit të demokratëve për të ardhur në pushtet, Shespakun ndonse i kujtoi edhe kongresmenët amerikan. Se Spaku tani është bërë si një sportel, ka qenë një sportel mbrapa kryeministrisë, kur ne bënim shërbitje basketbol te fusha e zezë, ishte një sportel ku shkruaj letra nga populli. Kështu është bërë Spaku. Çoheni edhe këtë letër. Pas Ramës, vendosja e Shqipërisë në Bordin e Paqes është treguesi i qartë i fitores së tij të radhës. Sa më shumë lejnqent, aq më përpara ka shkuar karvani dhe aq më e madhe është bërë distanca mes karvanit dhe qenve. Bordi i Paqes, i iniciuar nga presidenti amerikan Donald Trump, mori dritë njëshile në Davos, ku krerë shtetesh firmosën deklaratën e themelimit. Mes firmëtarëve ishte edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa mungesa e kryeministrit Edi Rama nuk kaloi pa vëmendje. Çështja u kthye në një debat në kuvend ku opozita kërkoi shpjegime për ratifikimin e një marrëveshje të pafirmosur nga Shqipëria. Bordi i Paqes, iniciativa ndërkombëtare ndërmarrë nga presidenti amerikan Donald Trump, u finalizua në Davos të Zvicrës, ku krerë shtetesh dhe përfaqësues të vendeve që u përgjigjën pozitivisht ftesës hodhën firmën në dokumentin themelues. Mes firmëtarëve ishte dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa mungesa e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama u vure menjëherë. Ndërsa liderët botëror ishin mbledhur në Davos, Edi Rama u shfaq në sallën e kuvendit të Shqipërisë. Kjo krijoi një debat të fortë politik, pasi
opozita ngriti pikpyetje mbi procedurën e ratifikimit të aderimit të Shqipërisë në Bordin e Paqes. Presidentja e Republikës Kosovës sot në Davos me presidentin Trump dhe ka nënshkruar edhe vendet themeluese sot në Davos në prezencë të presidentit Trump. A mund ta dim pse kryeministri i Republikës Shqipërisë është sot tu dhe nuk është në Davos për të nënshkruar marrëveshjen me presidentin Trump? Që më pas të mundësi kuvendit të Shqipërisë që të ratifikonte marrëveshjen e nënshkruar. Por do të dija mendimin e kryeministrit nëse ai është krenar sot që Kosova dhe presidenti Osmani ndodhet në nënshkrimin e Bordit të Paqes. Dhe me këtë do të dija pse zoti kryeminist nuk ndodhet në Davos, pasi ka qenë ndër shtetarët e parë botëror që ka publikuar ftesën dhe në mënyrë të hapur ka kënjyer shqiptarët duke thënë që ka një ftesë personale kur ishte një ftesë për dhjetra kryer shtetes. Duke na thënë që do jemi edhe një vend themelues, kështu që të gjithë prisin të ishin në Davos. Madje dhe nga përfaqësuesit tuaj politik në të sallë, konkretisht zoti Balla, është thënë që Shqipëria është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që ka marrë këtë ftesë. Tani nuk ka pikë diskutimi që ky është një moment historik për Shqipërinë, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne na kërkojnë që të jemi antar të kësaj organizate dhe e mirëpresim. I detyrohemi shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ka edhe një çështje tjetër zoti kryeministër, e cila meriton një vëmendje. Edi Rama reagoi ndaj kritikave duke sqaruar se procesi i aderimit nuk lidhet domosdoshmërisht me praninë fizike të kryeministrit në ceremoninë e nënshkrimit dhe se Shqipëria ka ndjekur të gjitha hapat institucionale të nevojshme për të bërë pjesë e Bordit të Paqes. Në fakt, unë duhet bëja një zgjedhje midis ti përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se mungesa e Ramës në Davos kishte arsye politike dhe nuk ishte rastësishme, duke akuzuar kryeministrin për mungesë transparence në një proces me rëndësi ndërkombëtare. Vetë presidenti tha se në atë lista janë, në atë bord janë 2-3 emra që s'do t'ja unë dëgjoj kur emrin. Po, e tha, shko merreni. Për kë kishte fjalën? Po sigurisht që ai s'do t'ja dëgjoj Lukashenkos, ai s'mund t'ja dëgjoj Ramaduros. Nuk mund t'ja dëgjoj. Pavarësisht kundërshtive dhe debateve të ashpra në sallë, opozita deklaroi se do të mbështesë nismën e presidentit Donald Trump për krijimin e Bordit të Paqes. Demokratët theksuan se vota e tyre pro nuk përfaqëson mbështetjen për qeverinë Rama, por përpjekjen për paqe dhe stabilitet ndërkombëtar dhe kjo do të thotë bashkim votash me mazhorancën socialiste. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi replikoi në deklaratat e kryeministrit Edi Rama lidhur me ftesën e presidentit amerikan Donald Trump për antarësimin në Bordin e Paqes. Bardhi dhe Sali Berisha kërkuan që projektligji të miratohet pa përfshirjen e emrit të kryeministrit. Debati u shoqërua dhe me mosmarrveshje mbi procedurën e ndjekur për ratifikimin e marrëveshjes. Në seancën e sotme parlamentare u zhvillua një debat i tensionuar lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Ftesë kjo e bërë nga presidenti amerikan Donald Trump. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi replikoi me deklaratat e kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se opozita nuk pranon përfshirjen e emrit të kryeministrit në projektligjin që ratifikon marrëveshjen. Për të nënshkruar atë për cilin ka autorizuar Bajram Begaj, sepse të ka dhënë autorizim presidenti i Republikës që të përfaqësoj Shqipërinë në këtë marrëveshje. Nuk ka zgjedhur askush, po tenton të zgjedhësh veten, sepse po të kishin zgjedhur, nuk kishe nevojë t'i kërkoje taulantin ta shënonte emrin në ligj. Nëse ti ishe i zgjedhur personalisht nga presidenti Trump, ç'a nevoje kishte ti kërkoje me lutje Elisës që ku të propozonte emrin, ku të propozonte projektligjin, të ta shënonte emrin në projektligj. E vërteta është që në bord është ftuar Shqipëria dhe sigurisht Shqipëria në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në organizma ndërkombëtar për paqen dhe sigurinë në botë përfaqësohet ose nga presidenti i Republikës ose nga kryeministri i Republikës, që ke marrë një ftesë personale për shkak se kanë respekt madh për ty, si kryeministri që pret kartelet e drogës në zyrë, kemi thënë që jo, nuk është një ftesë personale, është një ftesë drejtuar shtetit shqiptar, Republikës Shqipërisë, për të bërë pjesë e Bordit të Paqes. Dhe doli kështu. Nga 18 apo 19 minuta që foli, 15 minuta i kishte spaku. Ç'a lidhje ka spaku me këtë marrëveshjen e Bordit të Paqes? Apo do të japësh mesazhin
emrin SPAK-ut që shiko se unë e kam mirë me Amerikën. Shikoni se Amerika vetëm mua një, prandaj po e ve emrin tim te kjo marrëveshje. Po kë mashtron ti me këtë? Po çai diti shqiptarët budallëjnë? Bardhi theksoi se miratimi i projektligjit duhet të jetë një proces institucional dhe jo një mjet për të personalizuar suksesin diplomatik. Në mbështetje të tij u shpreh dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili kërkoi qartë që dokumenti të miratohet pa referencë për emrin e kryeministrit. Gjykata kushtetuese zhvilloi seancën plenare mbi kërkesën e kryeministrit Edi Rama për rrëzimin e masës së 5 udhimit të vendosur ndaj Belinda Ballukut. Spark argumentoi se Balluku mund të ndërhynte në prova dhe dëshmitar, ndërsa kryeministri kundërshtoi kompetencat e pushtetit legjislativ. Pas debatit, gjykata u tërhoq për vendim pa caktuar datë konkrete. Gjykata kushtetuese shqyrtoi këtë të njëjtë kërkesën e kryeministrit Edi Rama, i cili kërkon rrëzimin e masës së 5 udhimit ndaj nënkryetares së qeverisë Belinda Balluku. Vendimi marr më parë nga gjykata e posaçme. Prokurorët e SPAK-ut Dritan Prençi dhe Dorina Bejko argumentuan se Balluku për shkak të rolit dhe funksionit të saj mund të ndërhynte në marrjen e provave dhe dëshmitarëve, duke rrezikuar hetim penal. Bejko tha se zonja Balluku kishte propozuar rreth 50 akte që cënonin interesin publik dhe vlerësimi i prokurisë është se rreziku i ndërhyrjes së saj në proces është iminent. Nga ana tjetër, kryeministria kundërshtoi vendimin e 5 udhimit duke argumentuar se masa bie ndesh me kompetencat e pushtetit legjislativ dhe pengon Ballukun të kryejë detyrat e saj normale si pjesë e qeverisë. Avokatët e qeverisë kërkuan rrëzimin përfundimtar të masës, duke konsideruar të tepruar dhe të pajustifikuar. Debati në seancë u zhvillua me tone të forta dhe replika të ndërsjellta midis prokurorëve të SPAK-ut dhe përfaqësuesve të kryeministrisë. Pas dëgjimit të palëve, gjykata kushtetuese u tërhoq për vendim, por nuk dha datë konkrete për shpalljen e tij, duke lënë të hapur fazën e masës së 5 udhimit dhe ecurinë e hetimeve të SPAK-ut mbi zonjën Balluku. Ky vendim pritet të ketë ndikim të drejtë mbi punën e qeverisë dhe përmbajtjen e hetimeve në proceset penale që vijojnë. Gjykata e posaçme nisi këtë të njëjtë seancën paraprake për dosjen Meta, ku SPAK kërkon lirimin për gjykim të ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi. Kryemadhi akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim të pasurisë, njësoj si Meta, ndërsa seancat e ardhshme do të zhvillohen vetëm të njëjteve për shkak të angazhimit televiziv të Kryemadhit. Në gjykatën e posaçme këtë të njëjtë nisi seanca paraprake për dosjen e njohur si Meta, që përfshin ish-presidentin Ilir Meta dhe ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Kryemadhi, e cila akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie, ishte e pranishme në seancë dhe do të shoqërojë Metën gjatë procesit. Seanca paraprake, të cilat vendosin nëse dosja do të kalojë për gjykim apo jo, nuk do të zhvillohen në ditë të martë ose të mërkurë. Arsyeja është angazhimi i Kryemadhit si opinioniste në formatin televiziv Big Brother, një kërkesë e pranuar nga gjykatësia Irena Gjoka, e cila e konsideroi të arsyeshme dhe aprovoi ndryshimin e kalendarit. Gjykata ka vendosur të vërë në dispozicion ish-presidentit vetëm një pjesë të akteve, ndërsa Meta nuk ka kërkuar dokumente të plota për ato që SPAK pretendon se implikojnë drejt për drejt të hetuarin. Hetimet nga SPAK për këtë dosje përfunduan në 28 korrekt të vitit kaluar dhe përfshin 3 fusha kryesore: aferën Çes Diaz, lobimi i LSI-s në Shtetet e Bashkuara dhe hetimi pasuror. Dosja u depozitua për gjykim në fund të gushtit, duke hapur rrugën për vendimet e mëtejshme gjyqësore që pritet të ndikojnë drejt për drejt në ish-presidentin dhe ish-liderin e LSI-s. E përditshmja britanike The Sun riktheu në vëmendje vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulajin në prill të vitit 2023 në Shëngjej, një ngjarje pjesë e një hasmërie 30 vjeçare mes 2 familjeve në Lezhë. Sipas investigimit, vrasja ishte porositur dhe për të janë paguar 1.7 milion pound, ndërsa autoritetet britanike ende nuk kanë ekstraduar disa të dyshuar. Vëllai dhe veja i Nikulajt bën thirrje për drejtësi, duke kërkuar ndërhyrjen e institucioneve për të ndaluar zinxhirin e vrasjeve. Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin në prill të vitit 2023 rikthehet në qendër të medjave britanike përmes një investigimi të tabloidit The Sun. Sipas artikullit, plani për ekzekutimin e Nikulajt ishte përgatitur që në vitin 2021, ndërsa për vrasjen e tij janë paguar rreth 1.7 milion pound, shumë që sipas burimeve u përdor edhe për eliminimin e tij.
Familja e viktimës shpreh shqetësimin se gjakderdhja mund të mos ketë marrë fund ende, teksa veja Rudina Nikulaj dhe vëllai i biznesmenit bëjnë thirrje për drejtësi dhe për ndalimin e zinxhirit të vrasjeve që ka lënë shumë fëmijë pa baballar. Rudina i drejtohet autoriteteve britanike që të lejojnë ekstradimin e të dyshuarve, përfshirë edhe Edmond Haxhin, të cilët aktualisht janë në pritje për të përballur me ligjin. Ekzekutori i dyshuar portugezi Ruben Saraiva po gjykohet aktualisht në Shqipëri, ndërsa të dyshuarit e tjerë mohojnë përfshirjen dhe kanë apeluar vendimet. Investigimi i The Sun publikon edhe për herë të parë skicën e vizatuar nga një fëmijë që kishte parë Ruben Saraivën pranë vendit të krimit, duke ndihmuar autoritetet në identifikimin e tij. Në Shëngjin, tavolina ku u krye vrasja mban ende tabelën e rezervuar. Vajza e biznesmenit Ambra Nikulaj tregon se kjo është mënyra për të mbajtur gjallë kujtimin e babait, duke i dhënë rëndësi të veçantë vendit ku ai humbi jetën. Një histori tragjike që rikthen në pah tensionet e vjetra ndërfamiljare dhe nevojën për drejtësi. Seksioni për hetimin e trafiqeve ka finalizuar operacionin e goduar Network, duke goditur 3 raste prostitucioni në kryeqytet. 3 shtetas kolumbian dhe një shtetas spanjoll 26 vjeç janë arrestuar për përfshirje në këtë veprimtari kriminale. Materialet janë referuar në prokurori, ndërsa hetimi për identifikimin vijon ende. Policia e Tiranës nëpërmjet seksionit të hetimit të trafiqeve ka finalizuar operacionin e koduar Network, duke goditur një rrjet prostitucioni në kryeqytet. 3 shtetas kolumbiane janë regjistruar pasi ushtronin prostitucion në një apartament të marrë me qira në rrugën Ibrahim Rugova, ndërsa një shtetas spanjoll 26 vjeç u arrestua për shfrytëzim të këtyre grave në veprimtari kriminale. Gjithashtu, policia ka referuar materialet në prokurori për 2 shtetase të tjera që ushtronin prostitucion në 2 apartamente, njëri në rrugën Hoxha Tasim dhe tjetri në rrugën Muslim Shyri. Hetimet e mëtejshme vijojnë në drejtimin e prokurorisë për të identifikuar dhe nxjerrë para përgjegjësisë penale persona të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë rrjet. Operacioni tregon angazhimin e policisë së Tiranës për goditjen e veprimtarive të paligjshme që shfrytëzojnë gratë dhe trafikojnë njerëzit në vendin tonë, ndërsa shtohet edhe kontrollet për parandalimin e këtyre veprimeve kriminale. Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin masiv duke goditur 2 raste të shitjes së lëndëve narkotike dhe 2 subjekte me lojra fati. 3 persona janë arrestuar për trafik droge dhe moskallëzim, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim për organizimin e lojrave të fatit. Materialet procedurale i janë kaluar tashmë prokurorisë së Tiranës për veprimet të mëtejshme. Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar masive duke goditur në vetëm 24 orë disa aktivitete kriminale në kryeqytet, fal kontrolleve të kryera nga Komisariati i Policisë numër 1 në bashkëpunim me seksionin për hetimet e narkotikëve. U zbuluan 2 raste të shitjes së lëndëve narkotike si ekstazi, kokainë dhe kanabis sativa, si dhe 2 subjekte ku shiteshin lëndë narkotike dhe zhvilloheshin lojra fati. 3 persona janë arrestuar gjatë operacionit, një 37 vjeçar me inicialet EA në automjet dhe banesa të cilët u gjetën sasi të konsiderueshme lëndësh narkotike, me qëllim shitjen dhe 2 persona të tjerë të dyshuar për moskallëzim të aktivitetit kriminal. Një 21 vjeçar u kap gjithashtu me doza kanabisit të gatshme për tregtim. Gjithashtu, policia ka proceduar 2 shtetas dhe ka shpallur në kërkim një 33 vjeçar me iniciale AP, pronari një lokali ku u gjetën tavolina për lojën poker. Materialet e mbledhura për të gjitha rastet janë ndërzuar pranë prokurorisë së Tiranës, e cila do të kryejë veprimet e mëtejshme ligjore. Operacioni masiv tregon përpjekjen e vazhdueshme të policisë për të goditur trafikun e drogës dhe lojrat e paligjshme në kryeqytet. Eci me të tjera informacione, një raund i ri dialogu mes Kosovës dhe Serbrisë pritet të mbahet sot në Bruksel në nivel kryenegociatorësh në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Takimi shënon përpjekjen e parë për rifillimin e procesit të normalizimit të gjatë këtij viti pas një periudhe të gjatë tensionesh. Në fokus të bisedimeve do të jetë deklarata e përbashkët për personat e zhdukur si dhe kushtet e ndërsjellta të palëve për vazhdimin e dialogut. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë pritet të rifillojë sot në Bruksel në një raund të ribisedimesh të nivel kryenegociatorësh në ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen. Takimi vjen pas vizitës së Sorensenit që zhvilloi javën e kaluar në Prishtinë në Beograd dhe parashikon fillimisht bisedime të ndara me kryenegociatorin e Kosovës Pesnik Pislimi dhe atë të Serbisë Petar Petković. Më pas pritet një takim trepalësh mes tyre, sipas burimeve
diplomatike në qendër të këtij raundi do të jetë deklarata e përbashkët për persona të zhdukur për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishin arritur pajtueshmëri në vitin 2023. Palët u dakordsuan për zbatimin e plotë të kësaj deklarate në gjatë një takimi trepalësh të kryenegociatorëve në dhjetor të vitit 2024 në Bruksel. Takimi i parë ishte para prirë të mbajë në janar, por u anulua pasi pala serbe refuzoi pjesëmarrjen duke u lidhur këtë vendim me mbylljen e disa zyrave të Kosovës që financohen nga Serbia. Ky është takimi i parë në kuadër të dialogut për këtë vit që vjen në një kontekst të ndërlikuar politik dhe të sigurisë. Kosova dhe Serbia nuk kanë zhvilluar takime të nivelit të lartë që nga viti 2023, pas sulmit të armatosur në Banjsk të Zveçanit, ku një grup serbësh sulmoi policinë e Kosovës duke lënë të vrarë një rreshter. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kushtëzuar vazhdimin e dialogut me dorëzimin e Milan Radojçit, i cili mori përgjegjësinë për sulmin, por që vazhdon të jetë i lirë në Serbi. Beograd nga ana tjetër ka refuzuar ekstradimin e tij. Ndërkohë, Serbia vazhdon të kushtëzojë përparimin në dialog me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, një pikë kyçe e marrëveshjes së Ohrit në vitin 2023, e cila deri më tani nuk është zbatuar nga asnjë rapal. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, Sorensen deklaroi se synimi i tij është të rikthejë palët në tryezën e bisedimeve dhe të krijojë kushte për dialogun në nivelin të lartë, duke shprehur shpresën se vitet në vijim do të sjellin përparim konkret në procesin e normalizimit. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 23 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur dhe rreshje shiu në shumë zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell rreshje të her pas hershme shiu në ulësirën perëndimore dhe Bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell për shkak të vranësirave të shpeshta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 23 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 23 janar do të jetë rreth orës 6:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:52 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 7 deri në 11 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 7 deri në 14 gradë Celsius. Berat 5 deri në 15 gradë Celsius. Korç 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarand 9 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 23 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, duke sjellë mot kryesisht me vranësira dhe intervale të shkurtra kthjellimi. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira, ndërsa pasditja vijon me mot të qëndrueshëm pa rreshje në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 23 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 23 janar do të jetë rreth orës 6:51 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica
minus 1 deri në 8 gradë Celsius. Podujev, minus 2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, minus 2 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë, minus 1 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 9 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan, minus 3 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 8 gradë Celsius. Suharek, 1 deri në 9 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 8 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.